ka menduar ata në momentin që ti ke marrë këtë vendim bashkë me motrën? Absolutisht nuk ka qenë fare i pranuar, jo se kanë qenë kundra në kategorike, se ato që kur jam studente kur mora udhëzimin kuptuan këtë lloj gjëje, por ka qenë për pra ke marrë vendimin kur ke qenë e rritur. Si e ke marrë si vendim, si ka ardhur te ti si vendim, si frymëzim base? Ne nuk është se kemi qenë pa një background fetal, le të themi. Kështu që gjyshi im zoti e mëshiroft, edhe kur ka qenë në burg si i përndjekur politik, ai e ka pas vazhduar namazin. Domethënë, edhe mua më vjen shumë abi sepse babi për shembull po e vonon dita ditës namazin e rregullt, jo një po e një jo edhe sa ditë ndoshta ai ke parasysh. Por kështu që pastaj kontakti, jeta studentore është një fush betejë që ti mund të fitosh shumë beteja atje, mund të lidhi më shumë me Zotin. Edhe mund të humbasash. Varet se çfarë kontakti ti do të biesh me shoqërie. Dhe Zoti deshi që unë të bija një shoqëri, domethënë, që merrem me këtë gjë, na këshillonin, edhe s'ka gjë ndiqe. Edhe kështu që kisha edhe një gjyshe ramet pas dhe ajo në Tiranë që babi më la këtu kur erdha nga Peshkopia, dhe sigurisht që duke i dëgjuar gjithmonë, edhe shiko, ndoshta mendoj që njerëzit e kanë më të koklavitur çështjen e besimin fetar në kokë se sa në praktik. E qartë. Ndërkohë Mashkas nuk është absolutisht asnjë gjë e pamundur dhe thua shumë vështirësi. E kupton se sa më merr mua gjithë kjo gjëja e besimit që unë dukem kështu, thjesht 20 minuta në ditë. 5 vakte, nga 4-5 minuta në ditë, 20 minuta. Ndërkohë që ne bëjmë investim jo shpirtëror. Po, është vetë militar ose lidhje që ti të garanton lidhjen pra raportet e ngrohta me Zotin. E qartë. Duke marrë shkas edhe pak se në mos gaboj ditën e dieshme, pra në një shkurt, ka qenë dita botërore e hijabit. Dhe duke pasur një ditë botërore të tillë, si e gjen veten rëndësinë dhe rolin tënd në shoqërinë shqiptare, të merret mendimi opinione se flasin për një grua të plotësuar, le të themi, që je edhe pedagoge dhe je edhe aktiviste në të njëjtën kohë. Pra vend në shoqëri ke të rëndësishëm. Shpresojmë që të jemi të tillë me kaq postë, sepse kjo është më e rëndësi edhe te krijuesi i gjithësisë, edhe që të bëjmë vërtet vepra të bukura që të jenë të dobishme për komunitetin. Kjo është shumë e rëndësi për gjithë komunitetin tim fetar, domethënë të jemi të harit në thonjza, dhe sigurisht që edhe në fushën e arsimit, por edhe në lidhje në unitetin mes motrave, domethënë grave me shamit, komunitetit ton, kemi shpeshherë takime, organizohemi, ndoshta është parë udhës edhe në këto zgjedhjet që jemi bërë të përfaqësohemi, dhe unë e kam pasur dhe disa herë të tjera në për intervistat që kemi bërë, që është shumë e domosdoshme që të gjejmë një figurë dhe të përqafohemi dhe të përfaqësohemi. Sigurisht që unë do përfaqësoj vetëm veten time, nuk mund të them që unë përfaqësoj gjithë muslimanët. Patjetër. Sepse merret nuk i shikon më njëri me sy shtrenjtë, pra siç ndoshta mund të mendohej deri diku. A të kanë parë ty personalisht me sy të shtrenjtë mbase në fillimet e tua? Më vjen shumë keq rrej që po i kam bërë publike disa deklarata të mia, sepse shiko, unë jam mjaftueshëm e rritur dhe përballur me shumë sfida, por edhe me shumë gjëra në jetë, domethënë periudha e lektorimit që në 2010 kur kam dalë nga fusha, le të themi, të qenurit studente në auditor, më ka sfiduar shumë në shumë drejtime dhe më ka forcuar. Dhe kam përballuar mjaftueshëm çdo lloj stigmatizimi dhe nuk më bën fare përshtypje. Aman më besoni që ka shumë motra dhe gra të tjera që sapo e kanë vendosur bulesën dhe stigmatizimet janë të pafundme. Dhe më vjen shumë keq që të tilla stigmatizime vijnë nga sfera intelektuale. Dhe mua më vjen akoma më turp ta them që marrë me epitete kjo shqiptarja arabe, apo sa lek ke vendosur të japim ty për të vendosur shamin në 2026, etj. Dhe po, kam qenë unë një ndër ato që në dyert e spitalit më është komunikuar kjo lloj gjëje, nga njëra që ishte e varur dhe po tentonte, të lutem më ndihmo me një sadaka, se duan të prekin atë qenësinë tënde së brendshme, dhe dim që ne jemi të ndjeshme ndaj këtyre fenomeneve varfërisë, jetimit, jemi të ndjeshme se kemi urdhat të Zotit Madh, dhe ajo po mundohej të nxirrte diçka, edhe në fund fare diallosi me atë, se tek e fundit gjithë secili nxjerr veten e vet, apo mirë sa lek të japin ty sa që të paguajnë. Po ti thashë pas ke të zgjidhur problemin. Shko gru, vendos një shamë se të kushton asnjë gjë. Merja 2000 euro sa mendon që unë mund të marr dhe vazhdo.
ndërkohë që shamia nuk vije pra asnjë gjë tjetër, vetë se është një akt adhurimi ndaj Zotit. Është shpirtërore. Absolutisht, Zoti e ka obliguar çdo femër në momentin që mbush moshën e pikurisë të mbulohet. Jedhin shamit tuaj, pra thuaj i dërguar i Zotit, jedhin shamit tuaj mbi gjokset motrave, domethënë të gjithë gjinisë femërore, nënave, kushërirave të tjerë. Dhe kush e ndjen e bën, kush nuk e ndjen. Patjetër, prandaj thash që është një Kjo është më e bukur pra që të paktën të jepet si mesazh edhe nga një praktikant i besimit islam, fakti që është në zgjedhje. Po, patjetër. Sepse duhet të hiqet pak edhe kjo pjesa që është i detyruar, jo është në zgjedhje. Dhe duhet lënë në zgjedhje, kjo është më e rëndësishme si mesazh. Kam bashortin teolog. Dhe kur jam fejuar me të, kam qenë pashami. Dhe sigurisht që të gjithë kanë thënë, si mund të marrësh të një grua teolog, gjithaj teologët marrësh një pashami, e kupton? Ndërkohë që unë kam qenë me atë veshjen time, domethënë që më karakterizonte, edhe sigurisht që nuk ka qenë fare dhe ka pas lidhje fare ndikim i mshojshëm me vendimin tim. Pra duhet të lind, duhet të vijë. Besimi është si ajo një lule që ndriçon dhe që çel. Ti duhet ta ujisësh ditë për ditë. Që të kuptosh edhe duke lexuar, duke pasur kontakt me shoqëritë kësaj natyre. Patjetër. Dhe vjen derisa arrin atë momentin e mirënjohjes, edhe unë dua ta vendos sepse është një akt, domethënë adhurimi. Dhe shamia për mua, për të gjithë përgjigjen e vetme që marrin është identitet, është një zgjedhje ime dhe unë mund të bëj çfarë të dua me këtë lloj. Secili mund të zgjedhë të bëjë çfarë të dojë në mënyrë si ndjehet ashtu si gjithë secili ka zgjedhur dhe më vjen shumë keq që në 2026-ën njeriu flet, si ka mundsi, ti ke zgjedhur të dalësh atje si del, unë kam zgjedhur këtë lloj gjë. Unë nuk këndoj asnjëherë tek të tjerët, po pse ke 5 vës këtu, apo pse ke nxjerrur këtë, apo pse i ke vesh të shkurtra. Gjithë secili e respektoj dhe e dua. Mendoj që Marvina kjo është një ndër temat më të gjëra dhe ka pafund diskutime për këtë, por që besoj që herë tjetër do të mblidhemi për diskutuar për një fenomen që sot ishte të diskutuar vllai dhe gjerasin, edhe sot ka vajza ime ditëlindje. Edhe 100 urime. Edhe ka ndodh një ditëlindje një në shekull 2020, e kupton. Edhe gjerasin ta uroj drejt për së drejtë edhe pse është e vogël 6 vjeç. Po ju e kupton, mjaftueshëm, për ta kuptuar përshëndetjen e im, ashtu siç është edhe vllai im binjak, është arsyeja pse jetoj, është drita më e bukur që më thot edhe në skutat më të errta, vazhdo Malvin, se unë jam këtu për ty. Nëse nuk ja kam shprehur dashurinë deri tani, dua t'i them live që je dhurata më e bukur, mrekullia më e çmuar që unë kam në jetë. Do të dua sot edhe derisa të kem frymën, do jesh emri i parë që më vjen në mendje. Wow, shumë e bukur. Shumë emocionuese. Faleminderit shumë që erdhe, ishte vërtet shumë kënaqësi. Të presim deri tjera thash për diskutime në lidhje edhe sidomos me besimin.